I rrethuar nga miqtë e tij të letrave dhe jo vetëm, shkrimtari Bashkim Hoxha promovoi në qytetin e tij romanin më të fundit Marsi i Marr. Vepra më e fundit e penës të publicistit dhe gazetarit të njohur është publikuar fillimisht në Kosovë, ndërsa tani vjen dhe në duart e lexuesve shqiptar nga shtëpia botuese Jozef. Ky roman nuk është thjesht një metaforë e sinës së Marsit, por një esplorim i thellë i mekanizmave të shoqërisë. Marsi i Marr nuk flet për të çmendurit, por për mënyrën se si shoqëria i etiketon dhe i përjashton ata që nuk i kupton. Në thelb është një roman ekzistencial me ndërtim postmodern, që sfidon kufijtë e normales, gjë që u nënvizua dhe gjatë fjalës së njerëzve të letrave që e kanë lexuar tashmë veprën. Gjithë më shumë kam bindje se Bashkim Hoxha ka dashur të shkruajë një roman të madh, por diku faqet kanë shpërthyer duke ndarë në studion e tij. Ai ka mbetur me kujdes duke na ofruar disa romane, njëri më i bukur se tjetri. Romani Marsi i Marr është një vepër që përzien realitetin me një ndjesi akte. Absurdi dhe kthimi i vëmendjes brenda vetes së tij, shpesh me një atmosferë të zymë dhe të brendshme psikologjike. Narracioni i ri që ka bërë Bashkimi këtë roman është krejtësisht ndryshe nga romanet e tij të mëparshëm që janë të shumë. Dhe po me këtë ritëm, unë mendoj se do të kemi një prurje krejtësisht të një shkrimtari të madh të letrave shqipe. Nuk është fuqia pasqyruese e ngjarjeve, por refleksionit që provojnë ata pas leximit. Nuk është zhurma e momentit, por jehona që përcjellin ato tek lexuesi. Në këtë kontekst, kjo vepër arrin të depërtojë me vendoshmëri brenda labirinteve të ngapërruara të absurdit dhe anormalitetit të famshëm shqiptar, të sistemit që e drejton atë, jo për të këmbyer letra kredenciale me të, po për të bërë interpretuese e tij, e territ që mbar ky sistem. Në narrativën e Bashkimit, uni ekzistencial vjen si simbol i lirisë individuale, vjen si një revolt proteste ndaj masovizmit shoqëror, ku të gjithë jetojnë e punojnë paraskushin. Marsi i Marr është një vepër me identitet të fortë dhe një gjuhë të përmbajtur, që ruan tensionin pa rënë të prime. Një roman që nuk të jep përgjigje të lehta, por të detyron të reflektosh.